Probleme jo vetëm me të tjerët, por gjithashtu probleme edhe me veten, sepse kur nuk kena me undin paqe me veten, për faktin se çdo sen kena me mendu fillimisht pjesën e keqe, anën e keqe, pastaj dikur kena me mendu edhe të mirën, po nashta ka me qenë vonë. E prandaj duhet me qenë mas secile sfidë, secile situatë që të vjen në jetë, duhet me qenë pak edhe optimist, mos me të mungu ç'kjo pjesë, sepse veç nëse dën që jeta jote me qenë ma e lehtë, ose jo veç e lehtë, po ti me e perceptu qashtu jetën, duhet me fillu gjithçka fillon prej mendjes. Edhe se si ti i merr çështjet edhe situatat që të vinë në jetë. Mendoj te pjesa e bullizmit, domethënë për shkolla, mendoj që pak varet te pjesa qysh te i menaxhon situatat. Edhe asaj i përmbushur me veten, mendoj që secili person i cili nuk është i përmbushur me veten edhe nuk është i kënaqur me veten, i praktikon këto gjanat negative edhe që ndoshta sadopak mendon që është ndjek kënaqësi personale, tu e bë dikën mundi keq, e që faktikisht mendoj që mas një kohe ka me ndru mendim, sepse secili njeri me kohën ka me u pjek, edhe ka me rapi shmën për çdo send të keq që e ka bë, ose veç një mendim të keq, ose një ndjenjë të keqe që e ka bë dikën tjetër mundi. Mendoj që është një thënie bën mirë edhe mirë ke me gjetë, edhe faktikisht është kogja e thellë si thënie, edhe gjejmë përdorim në jetën tonë, sepse secili le të marrim në jetën tonë ka një eksperiencë, edhe i bojna do krahasime nëse na ka ndodhur një situatë, edhe nëse kena reagu keq, edhe nëse kena reagu mirë. Faktikisht momentin që na kena reagu keq, neve na ka prish reatia jonë shpirtërore edhe personale edhe mentale, edhe jo veç vetes tonë, po mandej kena ndiku edhe në rreth. Edhe nuk është që është nxjerr diçka pozitive prej kësaj. E nëse veç jena persona optimiste edhe pozitiv, atëherë normalisht që kena me të kalu çdo situatë, qoftë në shkollë, këto brengat, këto ngacmimet, këto bullizimet, kena me kalu tepër ma lehtë edhe ma pozitivisht, sepse secili e njohim veten, edhe e dina se për çka jemi edhe sa kemi kapacitet. Këto kanë qenë edhe përpara, mirë po nuk kanë bërë si dukuri ose nuk kanë bërë as me bujë të madhe, do thosha. Po, nuk janë bërë me bujë të madhe, ndoshta pjesa sa kanë qenë të informuar njerëzit, duke marrë parasysh se jemi për momentin jemi duke jetuar në një botë digjitale ku gjithçka thjesht bombardohet rrjeti me çfarë do lloj situate që ndodh, me çfarë do lloj me çfarë do lloj ngjarje po, edhe sidomos pjesa e bullizimit që është bërë një është mbush krejt secili njeri mendoj që një kohë, një moment caktuar ndoshta ka mujt me thonë që ka përjetu bullizëm, edhe pse nashta nuk është ndjej bullizum, po faktikisht është kam bullizëm, po është fakti qysh e ke përjetu ti që ato ose qysh e ke marrë. Ka persona që marrin me sportivitet edhe nuk ja marrin për të madhe persone, sepse thjesht e din që ai njeri nuk është i mbushur me veten, edhe prandaj edhe nuk është ju bën përshtypje. Momentin që je i kënaqur me veten, pa marrë parasysh se çka të thojnë njerëzit, nuk është kur ka me të bëj përshtypje, sepse thjesht e din veten. Edhe kemi të kalu këto situata. Dhe sa? Edhe unë pajtona me kolegën për ato që ata deri tash, po bullizimi ka qenë gjithmonë dhe vazhdoj që mendoj që do të jetë gjithmonë, pavarësisht se sa ne do mundohemi ta ndalojmë atë. Ajo nuk ndalet për shkak se mjafton diçka që bullizimi mu formu, po është mirë që ne si nxënës ose si moshatarë që të mundohemi ta ndalojmë duke e lajmëruar atë. Për shkak se akoma ekziston frika që nëse lajmëron një bullizëm atëherë ka mu trajtu hala ma keq. Dhe është mirë me hek këtë farë frike se jemi në shekullin e ne ku jemi të lirë secili dhe kemi drejt me jep mendimin tonë për secilën temë. Pavarësisht që edhe nëse kemi gabim diçka nuk duhet një nxënës tjetër më quhet dhe me thonë te po te gabim çta dhe më quhet me bullizu. Kjo është shumë keq edhe mendoj që secili person duhet me reagu në këtë rast. Gjithashtu për bullizmin mendoj që ata njerëz të cilët bullizojnë thjesht ndjehen për brenda të vegjël, edhe mendojnë që duke bullizu dikë tjetër ose duke e bënë një keq dikë tjetër, mendojnë që ngriten vetë dhe ndjehen më të mëdhenj, po në fakt jo, është gabim sepërse ata çka e bën si në të mirë, si në të keq, ato kemi gjetë, kam të kthyer mbrapa vjen si bumerang gjithçka, edhe pse mundet mu vanu.
Është edhe një shprehje që thonë Zoti vënon po nuk harron asnjëherë, kështu që kujdes çka bën sot se kime gjetë nesër edhe pas nesër. Vazhdimisht ne duhet me sigurisht që fjalët mund me ndiku në momentin që ti nuk i sigurt me veten, në momentin që nuk i kënaq me veten. Unë mendoj që secili person që është i veçantë vetvete dhe duhet me qenë i sigurt për vetveten e vet, duhet me dash mas shumë ti, sepse të ke fundit je ti personi që kemi qenë gjithmonë me veten në një farë mënyre. Kjo ndihmon shumë edhe në gjykimin se si e bën ndaj tjerëve. Mendoj që bullizimi mundet më shku tu ndal, po pavarësisht se çka gjithmonë ka me dal diçka e re, sepse sidomos tash në kohën e rrjeteve sociale që diçka shumë e vogël bëhet shumë e madhe edhe duhet më ndalu në fakt se kjo pak është mospjekje në moshatarëve tonë që merren shumë me këto më i thash, bërje, bana, po ma mirë është me i këshyr interesat tona dhe me këshyr për në tardhmen, me bë diçka për tardhmen sa me këshyr për këtash kush e bani qëta se qëta. Për shkak se nga ajo nuk përfitojmë kurrë, po nëse shikojmë prej tardhmës, përfitojmë sene të cilat kanë vlerë dhe na ndihmojnë për mu arrit ato që e kemi dash prej fëmijë. Pajtohem masivisht me shoqet edhe me kolegat e mia. Mund të them se që kjo çështja e bullizmit është diçka që ka ekzistuar shumë herët. Edhe na i ato jetu është mund të themi si revolucion. Por jo revolucion i dur, është revolucion negativ. Na si tim në rrjetet sociale krejt mundu me pa dhe mundu me vret që po ndodhin këto vrasje në shkolla, ka ndodhur edhe është rast i freskët ai në Turqi, besoj që ka ndodhur si pasojë e bullizmit. Unë muna me thonë që bullizmi ndodhë si pasojë e konfidencës. Nëse një person nuk është konfident në veten e vetë dhe nëse një person nuk ka besim në veten e tij, normalisht që gjithmonë ka më mundu që ata njerëz të cilët e rrethojnë atë, ose me i bë mundi të vegjël, ose me i bë mundi kaq që me i prua dhe ata në nivelet në cilat ai ndodhet, ose që me u mundu që me ngritë veten e vet, që nuk ndodh. Mendoj që gjithmonë duhet me kuptu edhe duhet me i vendos këmbët tona në këpucet e të tjerëve, sepse ato përvoja cilat për shembull unë ku mujt me i kalu, nuk mundet ndoshta me i kalu dikush tjetër edhe me i kuptu dikush tjetër. Po kjo është një arsye se pse po vjen edhe kjo dukuri. Një person nuk mundohet, nuk e merr mundi ma të vogël që me e kuptu dikën tjetër, nuk mundohet me ja kuptu situatën, qoftë atë emocionale apo çdo lloj situate në të cilën ndodhet. Nuk ka reciprocitet të respektit. Domethënë askush nuk e ndihmon tjetrin, askush nuk e kupton tjetrin, askush nuk e respekton tjetrin. Kjo është një ndër arsyet më të mëdha se pse po ndodh bullizmi në shkollë. Normalisht që çdo person i cili e kalon këtë periudhë besoj që ka pasur edhe raste ku është ndjerë i bullizuar apo i larguar prej masave shoqërore apo prej grupeve shoqërore. Për kjo nuk do të thotë asgjë. Kisha dashur gjithë ata personat të cilët ndihen të bullizuar edhe ndihen të mos pranishëm ose nuk ndihen të dashur në rrethin e cilën ata jetojnë. Besoni në vete, gjithmonë merrni gjërat me sportivitet edhe mësoni që të dilni ballë vetes, që të bëni të zotit e vetës tuaj, pasi që gjithmonë në rrugtimin yt ka me qenë me veten tënde, nëse nuk je në paqe me veten tënde, atëherë gjithmonë bota ka më të duk si një luftë, në cilën nuk po del fitimtar, nuk po ka triumf tëndin. Gjithashtu mendoj që nëse ti ndjesh shumë i pastër me veten tënde, atëherë askush nuk mundet me hedh balët mbi ty. Edhe nëse dikush tjetër hedh balë mbi ty, gjithmonë lulet do të rriten, varet se si edhe se sa i ujit ti ato. Kështu që ujit e veten tënde me dije, me dashuri edhe me pozitivitet.
Faleminderit, do të kisha lutur që tash ti më thuani për përgjigje më të shkurtra për shkak të kohës, sepse na ka marrë kohë shumë, apo jo? Jena të e basi një diskutim, besi që po e bënë edhe më atraktive. Vendimi është shumë bukur, është më më atraktive këtë. Rinia dhe rrjetet sociale, përparësitë dhe mangësitë. Sigurisht do na thoni shkurtimisht secila nga pak. Po. Shkurtimisht. Shkurtimisht po Lorena Loresa Sulemani. Atëherë po, e thash edhe më herët që jemi të jetu me një botë digjitale, me një kohë digjitale, ku faktikisht edhe kjo pjesë na ndikon shumë në zhvillimin edhe në atë se çfarë ne jemi. Mendoj që nuk jemi të shku edhe të avancu, po jemi të shku sa i përket zhvillimit personal dhe pjesës mentale tonën, po edhe zhvillimit akademik. Normalisht edhe kjo pjesë e rrjeteve sociale ka të mirat edhe të këqijat. Mendoj që është e mirë fakti që nëse din me përdor, si çdo sen tjetër, nëse din me nxjerr të mirat e saj, atëherë keme pas përfitime. Por nëse veç jemi të e pa që është trend që me u përdor negativisht rrjetet sociale, mendoj që jemi duke gabu tepër shumë edhe nuk është që jemi duke pas diçka pozitive apo që ashtu na zhvillu mendjen tonë apo edhe personalitetin tonë. Lesa? Për këtë për rrjetet sociale mendoj që përparësitë e kësaj kanë qenë përdorimi i tyre që mund me marrë shumë njohuri, siç e tha dhe kolegja, nëse përdor në mënyrën e duhur atëherë ki përfitime të mëdha. Po për mangësi mendoj që ka më shumë për shkak se ne si gjenerat jemi du u pavarësu shumë prej tyne dhe po na marrën shumë kohë të humbë kohë më shumë në rrjetet sociale se sa në libra që mundesh me mësu diçka, pra hupim kohë pa lidhje, pa ndaj arsye ose qëllim të caktuar. Faleminderit, vazhdojmë tutje me Anesa Poterën. Po, nuk po du me zgjatë shumë, unë mendoj që jena të varë shumë prej rrjeteve sociale, edhe çdo ditë, në çdo moment jena të ballafaqur me njerëz cilët ne nuk i njohim, edhe këto momente cilat ne mune me i kalu duke u ballafaquar me njerëz cilët ne nuk i njohim, gjithmonë ka me pru si valë negative tek ne, edhe gjithmonë kjo ose ka me ndikun tek ne negativisht, ose gjithmonë ato pasojat kanë me qenë më të mëdhaja, por që kanë me u vënu me kohën. Mendoj që gjithmonë nëse ti vetë se e ki si perceptim të mirë për rrjetet sociale, nëse ti vetë se i përdor ato në mënyrën e duhur dhe në mënyrën pozitive, ti ke me pas shumë përfitime. Ne e dim që po hapen, domethënë, aplikacionet ku ti mundesh me e kuptu se çka është ndodh në vendet e tjera. Për shembull, unë kam ndjek në TikTok uljen e astronautëve të NASA-s në tokë, domethënë zbarkimin e tyre në oqean, edhe gjë që ka qenë shumë pozitive dhe që ke mujt me mësu diçka prej saj. Po normalisht ti përshë edhe njerëz cilët jenë të i përdor këto avantazhe që po i kanë prej rrjeteve sociale në mënyrë negative. Ne shohim shumë njerëz cilët i përdorin në rrjetet sociale ose më shumë ti TikTokun ku krijohen shumë profile të cilat ndikojnë negativisht ose e çojnë dikë tjetër në një gjendje emocionale shkatruese. Kështu që këto janë dy dukuri që janë shumë një dukuri negative dhe një pozitive kundrejt kësaj çështjeje. Faleminderit shkurtimisht për sigurinë në shkollat toja, pra shkurtimisht do të na thoni. Siguria. Mundem me thonë që kemi folur edhe më përpara. Po, faktikisht secila pyetje po lidhet me ato se çka jemi duke e fol me njëra tjetrën, edhe mendoj që faktikisht siguria është një element i bazë edhe se çka që një mësim me shku siç duhet secili nxënës që më u ndi sigurt edhe me u ndi rehatshëm. Mendoj që folëm edhe më herët për shqetësimet që nxënësit i te kalojnë çdo ditë në shkollë, gjithashtu edhe brengat, bullizimet e këtu. Po faktikisht nëse veç dojna që me pas sukses edhe me mbjell dituri, edhe me mbjell domethënë nxënësat cilët në të ardhmen kanë me udhëheq këtë vend, mendoj që duhet me jau siguru një vend që ata ndjen rehat për me mësu, jo vetëm në aspektin siguria si nocion kështu i sigurt prej këtyre ndaj farë ngacmimi kështu, po edhe siguri mentale. Mendoj që edhe një farë lloj mbështetje si emocionale, thjesht me qenë aty për ta.
Faleminderit Loresa, do të shkojmë më tutje pra me natyrisht nxënësën e Vesa Beqiri, është shkolla teknike. Për sigurinë në shkollë mendoj që shumë vlen mënyra se si nxënësit e mendojnë sigurinë aty. Në momentin që një nxënës mendon që është i sigurt në shkollë, atëherë ai patjetër që ka mundi i sigurt. Po këtu ka të bëjë edhe se nxënësit e udhëheqin këto lloj sigurie, si dhe udhëheqësia e shkollës, drejtoria dhe mësimdhënësit. Ata sigurisht e bëjnë të mundur që të jemi edhe më të sigurt brenda shkollës. Bukur, kalojmë te Anesa Potera. Në shkolla juaj e kam afër këtu shpesh kur takohem me nxënësin me drejtorinë, po nuk duket që ka ndonjë problem aty. Shumë. Jo. Nuk kam vend re. Jo, normalisht në çdo shkollë ka probleme, por ato janë probleme të vogla, cilat mund me u zgjidh dhe domethënë vetëm me mirë kuptim edhe me diskutim qetë. Mendoj që çdo kush e percepton sigurinë në atë mënyrën në bazë të informacioneve të cilat i posedon. Për mua siguria në shkollën tonë është maksimale. Është edhe në shkollat e tjera besoj që ka siguri. Nëse ti je i sigurt, domethënë në shkollë normalisht që keme u zhvillu si person edhe keme i arrit ato kriteret e larta akademike të cilat ti i synon. Edhe normalisht që ndikon shumë siguria edhe në nivelet larta të edukimit edhe të socializimit. Bukur, dukuritë e shëntua të një pjesë të rinisë se hyrja në rrugën e gabuar. Jemi me ty ende, do të vazhdoj shkurtimisht. Po. Ne e shikojmë edhe kështu edhe në rrjetet sociale që po ka shumë fëmijë cilët po devijojnë kështu prej rrugës drejt, edhe normalisht që edhe po shijojnë ato substancat të cilat ne vetë se i dim cilat janë, edhe po shoqërohen me njerëz që nuk i përkasin nivelit të tyre, domethënë edhe social edhe mental edhe fizik, pasi që shumë persona, për shembull fëmijë, mund të shoqërohen me persona cilët janë shumë më të mëdhenj se ata edhe janë shumë më të pjekur, gjë që është shumë e gabuar. Dhe zakonisht mund më shfrytzu. Po, më shumë te shfrytzohen. Nxënësa të cilët janë më të rritur. Po, ata shfrytzohen. Edhe shumë mirë. Jo, nuk ka problem. Edhe shumë e rrezikshme. Kisha thënë të shojmë disa pyetje që i kam, që secila nga një pyetje për ta përmbyllur pastaj. A bën? Po. Pajtoni apo? Po. Mirë, sa lexojnë të rinjt tonë për shembull, dhe ja tash këtë përgjigje kërkojmë nga Loresa Sulemani. Atëherë sa lexojnë të rinjt tonë, faktikisht veç pyetja, tash ne e dim se në kohë ku po jetojmë realisht leximi nuk është në nivelin që dohet. Shumica e kohës është të na shku në telefon apo në mjetet e tjera elektronike, edhe për mbajtje të shpejtë që faktikisht nuk është që i zhvillon mendimin në thellësi, edhe po faktikisht leximi mbetet një nga mënyrat më të forta për me zgjeru horizontin tonë të mendimet, edhe me pas një fjalur më të pasur edhe me mendu shumë më thellë edhe shumë më qartë. Është diçka që duhet me rikthy si prioritet, sepse të rinjt për momentin nuk e kanë prioritet leximin edhe thellimin e mendimeve edhe me zgjeru horizontin e tyre, po janë duke u ndiku tepër shumë nga trendet e momentit e që nuk kultivojnë në mendjen e tyre diçka pozitive. Mirë, vazhdojmë me Vesa Beqirin, si deri te suksesi në mësim dhe në jetë. Si të arjet. Si. Mendoj që suksesi në jetë edhe në mësime, sfari pastaj në jetë, përgjithsisht. Fillimisht në mësime është mirë me qeni përkushtum në ata që e den, edhe me qeni përkushtum në secilën lanë që mëson, për shkak se prej secilës lanë mësojmë diçka të re, pavarësisht që ndoshta në disa prej tyre nuk kanë na u dashur gjatë gjithë jetës, gjithmonë dikon kanë me na u dashur ato. Suksesi për jetë është mirë me qeni përkushtum në ata që e bëjmë, dhe të jemi të zellshëm dhe të mos dorëzohemi asnjëherë, për shkak se dëshirat janë të mëdha dhe ato nuk mund të realizu nëse na veç i mendojmë dhe nuk përkushtohemi në atë drejtim. Kështu që suksesi është fjalë e madhe që mund të mu arrit vetëm me punë, përkushtim edhe me mësim. Anesa Potera, sa përfillen të drejtat e nxënësve në shkollën tuaj?
Drejtat cilat ne I posedojmë, do me thonë çdo shkollë I posedon të drejtat e njëjta dhe çdo nxënës I ka të drejtat e njëjta. Në shkollën tonë janë, do me thonë, drejtat cilat merren parasysh, edhe cilat respektohen edhe prej drejtorisë, po edhe prej njëri tjetrit, do me thonë kemi respekt reciprok me shokët edhe shoqet e shkollës. Ka normalisht raste cilat edhe ne kemi dëshira të ndryshme, për shembull ka shumë shembuj të ndryshëm cilët ndoshta mund të jenë të gabuar edhe normalisht nuk merren fort parasysh sepse nuk dërgojnë në një përfundim të mirë, do me thonë janë munden me na kriju një vetë ndjesim keqdashje që mundet me na dërgu ose në një rrugë të gabuar ose diçka tjetër. Edhe këto janë gjëra cilat nuk respektohen edhe nuk përfillen. Por normalisht drejtat cilat ne I posedojmë e diç çdo nxënës, edhe përfillen prej institucioneve ose prej drejtorisë, po edhe prej njëri tjetrit. Cilat janë kushtet për mësim dhe sa zbatohen nga teoria në praktikë, të gjitha këto e pyesin Lorena apo Loresa Sulejmani, Loresa. Po Loresa. Atëherë kushtet për mësim e përmenda edhe më herët që janë diçka jetike dhe esenciale për me kultivu nxënësat për të së ardhmes. Kushtet për mësim mendoj që nuk janë vetëm muret e klasës apo banka shkollore, po faktikisht është diçka shumë e thellë se sa kjo. Janë atmosfera që e rrethon nxënësin edhe një ambient I mirë do të më qenë përveç se I pastër, I ngrohtë edhe I qetë, gjithashtu edhe me pajisjet e duhura për mësim. Mendoj që mbi gjitha kushti kryesor është ndjenja e respektit edhe motivimit që duhet me pas secili brenda klasës. Kur nxënësi ndjehet I vlerësuar edhe I dëgjuar është aty ku gjithçka fillon që me u ndje edhe suksesi. Ai vazhdon edhe mëson më mirë. Sigurisht që ka përmirësime, ka nevojë gjithmonë për përmirësime, e sidomos te pjesa e teknologjisë, te pjesa që me pas investime më serioze, edhe në hapësira më kreative, edhe në metoda më bashkëkohore të mësimdhënies, sepse veç e dim që në çfarë kushtesh në krahasim me botën jemi duke mësuar ne. Mendoj që jemi kogja mbrapa sa përket kushteve mësimore, por mund të thonë që kushtet e mira nuk është që e sigurojnë suksesin, po e lehtësojnë shumë ato edhe na bojnë rrugën më të lehtë që me arrit ditën e suksesit. Loresa, faleminderit, kemi edhe pak pyetje, por do t'i shkurtojmë shumë, kështu që do të shkojmë të bëjmë një përmbledhje sepse në emisionet e kaluara I kemi thënë sigurisht edhe pyetjet e përgjigjet nga nxënësit. Kështu që do të shkoj radha shkurtimisht, kemi folur për veprimtaritë e lira në shkollat tuaja. Këtu po më duket s'kemi çfarë të flasim më shumë apo jo? Jo, do të vazhdojmë me pyetje të tjera. Pos mësimit kemi folur edhe këtu me çfarë merren, me kurse, me disa apo jo? Edhe këtu po. Pastaj edhe cili është qëllimi jetësor apo udhërrëfyes? Kush do të na thotë për këtë përgjigjen? Qëllimi I udhërrëfyes për shkak. Apo motoja ndryshe. Motoja për mu, mendoj, është mendimi jam, mendoj që prindrit se secili nxënës është primare, se ajo motivi më I madh që ne e kemi, për shkak se nëse një prind nuk e motivon fëmijën e vet, atëherë ai ka me pas ndoshta një motiv prej diku tjetër, po unë mendoj që motivi më I madh vjen prej prindërve, për shkak se ata janë përkrahas në ato që ne I bëjmë, pavarësisht nëse bëjmë mirë herën e parë ose edhe gabim. Kështu që ata na motivojnë që të shkojmë sa më përpara, të provojmë edhe të mundohemi të arrijmë ëndrat që I kemi. Shumë bukur, po. Edhe unë për prindrit të doja që delja. Për mua prindrit janë motivuesit më të mëdhenj për mua. Çdo shpresë e cila mundet me u kriju prej neve ose çdo ambicie cilën ne e kemi nëse nuk e ka përkrarjen e prindërve, gjithmonë ka me ushu. Kështu që prindrit janë ata persona cilët na motivojnë neve më shumë, ti qoftë prej atyre veprimeve të vogla cilat ata I bëjnë, çdo përqafim cilën neve na japin kur shkojmë në shkollë, normalisht që neve na motivon për me punu dhe për me mësu që me ja kthy çdo mundim cilën ata e kanë bërë për neve. Normalisht vetëm puna dhe djersa cilën ata e japin për me na siguru neve kushte të jetesës edhe për me na siguru neve
kushtet që na me mbrisa ma lartë edhe me qenë vajzat pavarësume, normalisht duhet me konë motivi jonë një pikë loti, muna me thonë që mundet me uhet prej prindërve është sa 1.000.000 fjallë që mundet me u thonë prej dikuj tjetër. Do me thonë, është diçka që neve duhet me na motivu çdo moment, çdo zgjemi tyre në herët në mëngjes, i cili mundet me konë zgjemi lodhshëm ose i pa motiv. Ata prapë zgjohen edhe mundohen që neve me na i dhonë gjitha ato dashurin edhe kushtet që na me vazhdu për para. Kështu që kjo duhet me konë motivi jonë më i madh. Mendoj nuk po largona shumë se secili prej neve e din që prindrit janë motivi më i madh jetësor. Thjesht shkurt po them që fjalia jam krenar me ty, mendoj që ka me prej prindërve, mendoj që ka me të përmbush në mënyrën më platonike të mundshme, edhe mendoj që nuk ka fjalë më të thellë edhe që ka me të përmbush më shumë sa që kjo, nuk ka peshë që kjo fjalë. Po. Lores, kështu, për eksklusionin në Shqipëri për shembull. Këto kanë folur dy vashat, po më duket ishte një kuti që se harroi kurta. Po. Keni thënë apo? Po. Jo kuti, po na shta brenda që ka. Po, janë kuti në kuti që do të harrohen. Nuk do të mbyllen Do asnjëherë. asnjëherë në kuti. Po. Të e morë parasysh është një diçka që ndodh një herë në jetë, është diçka që për një mena bën mundje nostalgjike, e lejmo për momentet e bukura që keni me i kalu aty, edhe që gjithmonë kanë me mbetë pa harrueshme. E çka vlen më shumë ti është që kena kalu me njerëzit që janë më dashur tonë edhe që besoj që kemi pas për shumë gjatë një jetë, po edhe nëse nuk i kemi, kujtimet me ta kanë me mbetë të paharruara. Mendoj që për një me, që ka thonë kjo kolegja jam, mrena në kuti edhe me mshel me dry. Mirë, jemi krejt në fund, shkurtimisht për mbrëmjen e maturës, po më duket dhe testin e maturës kemi folur me dy këto vajzat. E tash sigurisht edhe Loresa ka për folur. Po, mendoj që lidhem pak a shumë fakti që akoma nuk jam përjetu as njënën, as mbrëmjen, as testin. Muj me thonë që përveç kësaj emocioneve që i kam edhe stresit për të ardhmen edhe për pjesën e testit, besoj është të përjetu secili nxënës për momentin. Po edhe mendoj që i kem pritshmërit përveç të larta për veten, shkaku që duhet me punu ka gjatë shumë për krejt të fjallë për para që i tham jo me u bo për veten krenar, për gjithashtu me bo mundi edhe prind krenar, duhet me punu ka gjatë shumë edhe fillimisht kena me shju mbrëmjen, aty për vete, jo, mas pari mbrëmjen, aty për vete ma ndaj testin edhe me vazhdu. Ndoni mendim të ardhë që ju përcjell në jetë gjithmonë. Cili është për ju, për shembull shkurtimisht? Mendoj që jeta nuk është lineare, nuk është një vijë drejt, po edhe ju gjithmonë me garanci për diçka të caktuar, po prandaj duhet me pas një guxim për me marrë shumë vendime qofshin ato të dashuna për neve apo jo, me pranu dështimet të cilat janë si pjesë e rrugës edhe pjesë e jetës edhe me vazhdu për para pa ndalë. Pa marrë parasysh batica dhe zbaticave që mundemi me i has gjatë rrugës. Në fund rëndësi ka që me qenë autentik, me qenë vetja edhe me luftu për ato që ka për një me besëm. Pa marrë parasysh se qysh ka me të ndjykut e te, so ka me të lodh rruga, sa ka me qenë mundelshme, nuk dosh me harru qëllimin, se për çka ke fillu atë rrugë. Faleminderit shumë bra, mendim i ardhë, besoj mirë kush Anesa Potera, ju do të na thoni shkurtimisht? Po, unë mendimi im, cilin i shkurt, cilin unë e perceptoj edhe e mendoj çdo herë, është një fjali e cila thotë se kur ti ke lindur edhe një yll ka lindur bashkë me ty, edhe ai po rritet me ty, edhe ti po rritesh me të. Kështu që unë e di që në momentin kur një foshnjë lind, gjithmonë edhe një yll ka me lind, edhe ka mu rrit me to, ka me ndjek ato, rrugtimin e ti, edhe kjo më tregon që rrugtimin gjithmonë ka me qenë ka me pas, si që përmendit dhe kolega, batisat dhe zbaticat e ti, po gjithmonë ka me konë ajo pika ose ajo ndriçimi i veriut, që ty ta tregon dhe me thonë rrugën në det, edhe ty të orienton,
Edhe kjo mendoj që mua gjithmonë më ka motivu edhe më ka bërë që me vazhdu përpara dhe kur mos më udërzu, që gjithmonë ka me ti e një ëll, ti e duke ndriçu, edhe normalisht që ka më ardhur koha kur edhe ti ki mushu, për pas ki me lanë gjithmonë atë pikën e vogël që ka me i orientu edhe të tjertë. Mes dëshirës dhe mundësisë, në dëshirës dhe mundësisë shtrihet ora e durimit. Po. Kemi mbetur edhe pak, vërtet i kemi kaluar shumë minuta me vërtet dhe sa. Shkurtimisht për thamë atëherë që mund ka ndihmu me isë përpara, është në fakt më të fetare që thëtë rrit drejt se Zoti stup. Kjo vlen shumë për shkak se nëse rrin drejt edhe pse ki shumë goditje pavarësisht kësaj, atëherë jeta prap ka me të çu drejt një rrugë të mirë ku prap kime pa dritë. Kështu që mos u dërzas njëherë sepse kjo dërzimi nuk çon askund, mos dërzimi po. Anesa, për fund, nga ju po kërkoj një porosi për rinin. Po. Porosia ime cilën unë ja kisha dhënë gjithë bashkëmoshatarëve të mi, është që ka me ardhë kohë ku keme u ndi shumë vetë, ka me ardhë kohë që keme i mbyllë krejt dritarët dhe keme u mbyllë në një vend ku te nuk mendon që keme dalë dhe mendon që keme u vyshk aty, po mos harro që gjithmonë njerëzit kanë ardhur në këtë botë që të ekzistojnë, që të lënë gjurmë, bëhu ai personi i cili motivon njerëzit, bëhu ai personi i cili ju tregon njerëzve se çka është e drejta dhe çka është që t'jetosh. Mos mbijeto, përjeto. Gjithmonë mendoje më të mirën për veten tënde, edhe në ato momente kur ti mendon që është humner rruga në të cilën ti je duke shkuar, gjithmonë ti kime humnera në të cilën ti dëshiron që të biesh, gjithmonë në fundin e saj ka me pas një lumë lulesh, i cili vetëm ty do të ngris lart edhe do të bëj që të lullëzosh, edhe gjithmonë drita e diellit, do me thonë, diellit nuk i intereson nëse bari po ndryqon ose po rritet, aty mjafton vetëm që ai të ndryqoj edhe që të bëj punën e tij. Kështu që besoj që ti do të jesh edhe drita e vetes tënde, kështu që ti je dielli i vetes tënde. Edhe rrezosi i diellit. Dhe rinia le ta jetoj jetën, ta trasoj rrugën dhe ta arrijë atje ku dëshiron, edhe pse ndoshta ka të papritura. Ne kemi thënë gjatë emisionit, unë e falenderoj shumë edhe teknikun që na ka bërë të mundshme, po urdhroni. I los, domethënë bashkëmoshatarët, ju veç bashkëmoshatarët, po krejt njerëzit kushdo që është duke ndëgju këto që me jetu jetën, ama mos me jetu jetën sipas pritshmërive të të tjerëve, mos me krahasu veten me të tjerët, sepse secili ka rrugën e vet, edhe me besu në veten edhe mos mu ndal para vështirësive. Është shumë e rëndësishme që mu vedisu që mundesh me gabu, do është me gabu që me di çka është e drejta. Gabo, provo edhe ndrysho. Nëse është nevoja ndryshoj drejtimin, po nëse dohet, sepse asnjë rrugë e vërtet nuk është e drejtë. Është shumë e rëndësi me investu në veten,